parlamentare, lëvizja vetëvendosje. Vlerë, në bazë bërimeve të mia, jam pjesë më të madhe shumë folë partive politike, Tunis edhe për partisë më të madhe dhe nuk kanë qenë të informuar, s'ka pas koordinim mes presidentës edhe subjekteve politike për seancën e thirrur për nesër. Ki informat, ka pas konsolidim edhe konsultim me PDK nga presidenti, as që nesër do të thotë seanca në ora 12, 2 ditë pikërisht është edhe nesër dita e mbrojtjes, po him drejt fazës finale. Ka pas konsultima, po është një vendim që është po flitet që presidentja nuk ka komuniku me kërkon, vetëm e ka përcaktuar dhe ka dërgu kërkesën partive politike si nesër në ora 12 më atë seanca. Fidan nuk... S'po thëmë kryen veti, po thëmë forme funksionimit. Sepse nuk mund të them nëse ka bërë kryen veti zonja Osmani ose ju, e rëndësishme është thuhet që pas certifikimit të rezultateve, pritjet kanë qenë që të kemi thirrjet seancës, se është bërë me konsultim ose jo të partive politike. Ju e dini që dje përfaqësues partive politike kanë pasur takime me zonjën Osmani, nuk e di që t'jeme sinqert se nëse është diskutuar që sot do të kemi thirrje të seancës plenare, por e di që është zhvilluar një takim ku janë diskutuar çështjet që nuk lidhen me kuvendin, por prapë po e them, është me rëndësi që Kosova t'i ketë institucionet e saj, ne kemi përmbyll një proces zgjedhor, nesër do ta shohim se cila do t'jetë rrjedha e zhvillimeve në kuvendin e Republikës së Kosovës. Blert, nesër është tje nuk dihet se kush do t'jetë kryeparlamentari, nuk dim kur zyrës tjetër, sigurisht që kanë edhe vota për të risi pyetje, a ka zasmi pa nesër të votu për kryeparlamentarin? Kjo është absolutisht është detyrim kushtetues si partisë që ka marrë numrin më të madh të mandateve, në këtë rast lëvizjes vetëvendosje, Partia Demokratike e Kosovës nuk do të bëhet pjesë e votimit. Ne do të votojmë për nënkryetarin e kuvendit, sepse natyrisht ne kemi përfaqësues tanë në kuvendin e Republikës Kosovës, por nuk do të bëhemi pjesë e votimit, sepse kjo është çështje që i takon partisë që ka marrë numrin më të madh të mandateve. Jo i dini zhvillimet e fundit gjatë seancave maratonike, thotë e ka të drejtën me kushtetuar që të propozoj dhe t'i siguroj edhe votat. Unë besoj që nesër ne do ta shohim se kush do të jetë i propozuari i lëvizjes vetëvendosje për të qenë në krye të kuvendit Republikës Kosovës. A keni informat tjetër sa do të votohet nesër qeveria? Aktualisht... Se zoti Konjuca pat një deklaratë sot për media, tha nesër do të konsultohet edhe kuvendi, lirisht se i jemi të situatë jashtëzakonshme, po flasim derisa unë të jemi në emision atje, veç po fillon po mbahet takimi me përfaqësues e partive politike. Fidan, aktualisht çfarë mund të them është që vetëm nga ato deklarata publike të cilat ne i kemi dëgjuar edhe nga zoti Konjuca, sot kishte një qëndrim të tij publik lidhur me seancën e konstituimit kuvendit dhe u përmend edhe qeveria, por unë sot përfaqësoj këtu Partinë Demokratike të Kosovës dhe grupin tonë parlamentar, natyrisht nuk mund të them se cila do t'jetë mbarvajtja e seancës së nesërme të thirrur, po e them do ta shohim epilogun, a do të kemi vetëm konstituim të kuvendit, apo do të propozohet, do të kemi edhe votim të qeverisë. Kjo mbetet të shihet nesër, përderisa ende është duke vazhduar mbledhja e përfaqësuesve politik në kuvend dhe nuk kemi ende informata. Ne presim që zyrtarisht të informohemi pas përmbylljes së këtij takimi që është duke ndodhur aktualisht në kuvendin e Kosovës. Jemi kthyer fatkeqësisht në shoqëni konspirative, përderisa po flasim për gjykatën speciale, vendimet, mundësitë dhe kërkesat, po flitet që ka gjasa mundi me hinë koalicion me vetëvendosjen. A ka diçka të vërtetë kjo pjesë? Absolutisht. Nuk kërkoj fal, po peshtroj jemi kthyer shoqëni shumë konspirative. Fidan, ju e dini që zgjedhjet Partinë Demokratike të Kosovës e kanë nxjerrë me një numër prej 22 deputetësh. Ne do ta kemi rolin ton opozitar brenda kuvendit të Kosovës, do të jemi absolutisht të përgjegjshëm në respektim të kushtetutës, të rendit ligjor dhe do të bëjmë përpjekje që të jemi në nivel të detyrës si forca e parë opozitare brenda kuvendit të Kosovës, me përgjegjësi të lartë për e para zhvillimet cilat e presin Kosovën, nuk do të jenë zhvillimet të lehta edhe në kuptimin e funksionalitetit shtetit, por mbi të gjitha do të jenë edhe vendime të rënda, siç është procese të rënda politike që mbase mund të jenë jo të lehta për shtetin e Kosovës. Do të jemi aty për ta kontrolluar qeverinë që të jetë e përgjegjshme në raport me shtetëndërtimin, me kushtetutën, me ligjet, përvoja e kaluar, Fidan, na sjell para vetes pamje të cilat nuk kanë qenë të mira për funksionalitetin e rendit kushtetues, të shtetit Kosovës, për arbitraritetin me cilin janë sillur të njëjtit, dhe ne me që
tash zoti Kurti ka marrë dukshëm një numër të madh mandateve, presim që në raport me këtë fuqi politike cilin atia kanë dhënë qytetarët e Kosovës të sjellet edhe brenda kuvendit Kosovës dhe brenda institucioneve tjera cilat ai do t'i ketë në menaxhim, po flas për qeverinë. A besoni që nesër do të kemi qeveri për te deklarata? E di që është hipotetike, po flasim në situatë jashtëzakonshme, po flasim për procesin gjyqësor të padrejtë gjykatës speciale, cili po vjen drejt fundit. E Kosova fatkeqësisht është pa institucione. A besoni që ka kulturë politike të tillë që nesër du të me merë përgjithësinë zoti Kurti, ta bëjë qeverinë, të e ditë që kemi një organizim legal i cili mundet me dhënë kontribucion